Që mos ja falim në servis, kur asnjëherë për krimet që ka bënë në Kosovë. Ngrejmë zërin ton kundër dhunës, ngrejmë zërin ton kundër një prej mjeteve më të lahtarshme që regjimi gjenocidal serb ka përdorur kundër popullit të Kosovës, dhunimin seksual gjatë luftës, por mbi të gjitha ngrejmë zërin ton për drejtësi. Drejtësia ka munguar për gjatë këtyre gati 26 vitesh për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Drejtësia po mungon akoma, por kjo nuk do të thotë që veprimet tona, që përpjekjet tona do të mungojnë. Ne do të vazhdojmë të i bashkojmë forcat me Basfiën, me Shyretën, si të deleguara të posaçme të presidencës për dhunën seksuale gjatë luftës, por edhe për drejtësinë tranzicionale. Dhe zëri ynë, ashtu si që është dëgjuar jo vetëm në Kosovë, por në çdo cep të botës, do të vazhdoj të dëgjohet edhe tash e tutje. Kjo ditë 14 prilli për mua ka qenë një ditë shumë e vështirë për vitet e tëra, por që nga sot, kjo ditë do të shndrohet në forcë, jo vetëm për mua, por për 20.000 tjera. Unë jam krenare që zëri im i thej heshjet, i thej tabut në shoqërinë tonë, edhe los të gjitha viktimat që të marrin guximin, të kanë vetë besimin që të flasin për atë që ka ndodhur, që mos ja falim në servis, kur asnjëherë për krimet që ka bënë në Kosovë. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për neve, edhe i ftoj gjithë mbijetuarit të kenë guximin si sot Dani Çepat.